5 vendet më të fuqishme muslimane. Sot në botë ka rreth 50 vende me shumicë muslimane. Në këtë video ne do të tregojmë 5 vendet më të fuqishme me shumicë muslimane për sa i përket fuqisë ushtarake. Le të fillojmë. Numri 5. Arabia Saudite. Së pari, le të shqyrtojmë fuqinë punëtore të forcave të armatosura të Arabisë Saudite. Aktualisht, ata kanë rreth 480.000 personel ushtarak aktiv dhe rreth 325.000 personel ushtarak rezerv. Forcat e armatosura të Arabisë Saudite shpenzojnë në rreth 68 miliard dollar për ushtrinë e tyre, duke bërë ato të tretat më të mëdha për sa i përket shpenzimeve ushtarake në nivel global. Pavarësisht se është e madhe në përmasa, për sa i përket fuqisë punëtore ashtu edhe buxhetit të mbrojtjes, Arabia Saudite ende varet kryesisht nga importet e huaja për pajisjet e saj ushtarake dhe në fakt kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Tani, le të shohim fuqinë e tyre toksore. Forcat e armatosura të Arabisë Saudite posedojnë rreth 1050 tanke, mbi 3800 automjete të blinduara luftarake, mbi 700 njësi artillerie vetë lëvizse dhe rreth 120 sisteme raketash me shumë lëshime. Duke kaluar në fuqinë ajrore, forcat e armatosura të Arabisë Saudite kanë rreth 920 avion të drejtuar, duke përfshirë 370 avion luftarak dhe mbi 300 helikopter. Avionët kryesor luftarak përfshin F-15, Eurofighter Typhoons dhe Panavia Tornados. Për sa i përket fuqisë detare, Marina e Arabisë Saudite ka 7 fregata, 4 korveta dhe disa varka patrullimi. Veçanërisht, atyre aktualisht u mungojnë ndecet, shkatëruesit dhe aeroplan mbajtësit. Numri 4. Irani. Duke parë fuqinë punëtore, forcat armatosura iraniane kanë mbi 520.000 personel ushtarak aktiv dhe rreth 350.000 personel ushtarak rezerv. Buxheti i tyre i mbrojtjes është afërsisht 20 miliard dollar amerikan. Për sa i përket fuqisë toksore, ata kanë rreth 1600 tanke kryesore luftarake, mbi 2000 automjete luftarake të blinduara, mbi 550 njësi artillerie vetë lëvizse dhe rreth 700 sisteme raketash me shumë lëshime. Sa i përket fuqisë ajrore, forcat e armatosura iraniane zotërojnë mbi 850 avion ushtarak, duke përfshirë afro 130 avion luftarak dhe mbi 120 helikopter. Avionët e shquar përfshin F-4 Tomcat, MiG-29, Mirage F-1 dhe ESA-KOS të ndërtuara në mënyrë indigjene. Marina iraniane mban rreth 33 nëndetse, 6 fregata, 3 korveta dhe varka të shumta patrullimi. Megjithatë, aktualisht atyre u mungojnë shkatëruesit dhe aeroplan mbajtësit. Numri 3. Egjipti. Forcat e armatosura egjiptiane kanë rreth 440.000 personel ushtarak aktiv dhe 480.000 personel ushtarak rezerv. Ata shpenzojnë rreth 11 miliard dollar amerikan për ushtrinë e tyre. Për sa i përket fuqisë toksore, Egjipti ka rreth 3800 tanke kryesore luftarake, mbi 6000 automjete të blinduara luftarake, afro 800 njësi artillerie vetë lëvizse dhe rreth 1000 sisteme raketash me shumë lëshime. Sa i përket fuqisë ajrore, forcat armatosura egjiptiane kanë rreth 1130 avion me njerëz, duke përfshirë rreth 270 avion luftarak me shumë role dhe rreth 300 helikopter. Avionët e shquar përfshin F-16, Dassault Mirage dhe MiG-29. Për sa i përket fuqisë detare, Marina egjiptiane është një nga më të mëdhat në lindjen e mesme dhe Afrikë, me një flotë që përfshin 2 helikopter transportues, 8 nëndese, 7 fregata, 7 korveta dhe varka të ndryshme patrullimi. Numri 2. Pakistani. Pakistani është i vetmi vend i njohur për posedimin e armëve bërthamore në mesin e vendeve me shumicë muslimane. Forcat armatosura të Pakistanit kanë rreth 653.000 personel aktiv ushtarak dhe një buxhet të mbrojtjes për rreth 12 miliard dollar amerikan. Për sa i përket fuqisë toksore, Pakistani ka rreth 2200 tanke kryesore luftarake, mbi 3600 automjete luftarake të blinduara, rreth 420 njësi artillerie vetë lëvizse dhe mbi 130 sisteme raketash me shumë lëshime. Për sa i përket fuqisë ajrore, forcat e armatosura të Pakistanit kanë rreth 1340 avion me njerëz, duke përfshirë 390 avion luftarak dhe 320 helikopter. Avionët luftarak modern të shquar përfshin F-16 dhe JF-17. Sa i përket fuqisë detare, Marina pakistaneze aktualisht ka 5 nëndetse, 9 fregata dhe varka patrullimi dhe anije të ndryshme ndihmëse. Megjithatë, aktualisht atyre u mungojnë shkatëruesit dhe aeroplan mbajtësit. Numri 1.
Turqia. Forcat armatosura turke kanë rreth 355.000 personel ushtarak aktiv dhe 378.000 personel ushtarak rezerv. Buxheti mbrojtjes i Turqisë është rreth 19 miliard dollar amerikan. Për sa i përket fuqisë toksore, Turqia ka rreth 2.500 tanke kryesore luftarake, mbi 7.000 automjete të blinduara luftarake, mbi 1.100 njësi artillerie vetë lëvizse dhe 300 sisteme raketash me shumë lëshime. Për sa i përket fuqisë ajrore, forcat armatosura turke mbajnë rreth 1.050 avion, duke përfshirë rreth 240 avion luftarak dhe mbi 500 helikopter. Aktualisht, F-16 është avioni kryesor luftarak i forcave të armatosura turke. Për sa i përket fuqisë detare, Marina turke ka në detyrë rreth 190 anije, duke përfshirë 16 fregata, 10 korveta dhe 12 nëndetse. Megjithatë, aktualisht atyre u mungojnë shkatëruesit dhe aeroplambajtësit. Kjo ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër.